Megjithatë, kjo intervista më dopta për menimin tim shumë 5 vitet e fundit. Po më duket më ka ardhur, si thonë, ka ardhur dhe fundi, po shpresoj, po edhe ka ardhur fundi taj se më nuk po din edhe çka më nxjerr. Nuk po ka, që tash në kur jam kon pressing më në Rubicon nuk desha më ku më nxjerr. Nuk desha ski. Dëgjoj si qytetar ki qef shtetin tënë me pas me, qoftë edhe kur i ki kundërshtar politik, kur shkon te shtëpia, thu bile për sta fëmijët e mi, ndoshta ecin dësane. Po kur ski nuk i bre, unë gjithmonë i them njerëzve merrni një kerr, dil shetet një pak në për Kosovë. Edhe këta diasporës mërgatës kur vinë. Shko këqyre rrugën për Podujev, edhe krasa e me rrugën për Shkup. Kënina për Podujev është e me menaxhume me fukarallak. Ato anash nuk janë të kryme mirë, një fan ndriçimit dop, një fan asfaltit dop, gjithçka është e bume. Ose shko tash për Pejë që sa vjet, ose për Vushtri edhe krasa e me rrugën për Shqipni. Është dallim esencial në qasje ndaj projekteve infrastrukturore. Është koncept këtë ndryshe. Domethënë, këtu mundohen se nuk është problem kursimi, është problem qasja qysh e kiti ndaj investimeve. Qysh kur e menaxhon fukarallakun, kur nuk del mirë kjo punë. Kur nuk del mirë. Kur mundohesh me ble një kerr sa më të lirë se mos ai gjithë me tu prish, gjithë me të lënë rrugë. Gjithë ka me të bëjë probleme. Edhe kjo mënyrë që ka të bëjë me qasje ndaj nuk e bën kjo njeri nashta decidivisht më të keq se më të mirë. Po e bën të gabushëm. Se nashta qëllimi, që tash po mundohen amukon, kështu shumë prapë me vëzhgim protektiv. Nashta qëllimi edhe nuk është me kursy buxhetin e shtetit, po ti ki me dëmtu, e që cem po mundohen am ja u thonë njerëzve me thonë çështu dëmtohet buxheti i shtetit. Pikërisht në çet mënyrë. Kur ti merr 100 milionë euro dhe i shpërndon para zgjedhjeve të njerëzit ti të dëmtu shtetin. Se çka i të dosh më thonë është nuk mjaftojnë qëllimet e mira. Jo, nuk mjaftojnë qëllimet, duhet me pas vizion konkret edhe me ditë sakt ku je mas një kohë. Për shembull, po them, kur kanë qenë qeveritë kalume, e ke pas një farë pushtetje të ndam, edhe gjithmonë ke thonë, hajtë se kjo të uruj piksoj, kjo të uruj piksoj. Kjo ka pas 50% pushtetit. Ky është dashur me i bë politikat më jo populiste ndajherë në historitë të Kosovës. Se kur e ki shumicën e pushtetit ti e ki mekanizma që të mbrojnë pe antipopulizmit. I shdasht me pas asimi. Ky ka pas ndorë ato dhe s'ka shfrytzu, po ka vazhdu me populizëm të teprum.